për më shumë fuqi, për më tepër pushtet. E kemi potencuar edhe para një kohe që tashmë zoti Rama ka mbështetjen e pothuajse komplet grupit të asamblezëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo të gjithëve, por më shumë se 2/3 të asamblezëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës e mbështesin përparim Ramën në raport me Lumir Abdigjikun. Do të thotë kjo është pasojë e një konflikti të mëhershëm në mes të zotit Abdigjiku dhe zotit Rama, konflikt që ka të bëjë me fuqi, me kompetenca, me pushtet, me interesa. Ndërkohë që zoti Rama nuk është ndalur vetëm te Lidhja Demokratike e Kosovës, fillimisht ai e përçau grupin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ku tashmë 2 nga 5 asamblesë ai ka pas grupi gjithsej në fillim janë të pavarur, por në një farë mënyrë kanë dakordancë me zotin Rama, realisht i mbështesin vendimet e tij. Gjithashtu sot morëm lajmin se edhe një prej asamblezëve të Lidhjes për Prishtinë, asamblisti më i votuar, tashmë ka kaluar si i pavarur, ndërkohë që besohet se edhe ky është në marrëveshje me zotin Rama. Pra, pak a shumë të gjitha ato subjekte që e kanë mbështetur zotin Rama në balotazhin e zgjedhjeve të vitit kaluar, tashmë janë prej e një gjahu për asamblest dhe për pushtet të zotit Rama. Përparim kanë lyp, përparim kanë gjetë, mendoj që e gjithë kjo situatë nuk i kontribon